Shqetësimi jonë është puna i këtij kanalit i do. Edhe puna posetave që është vjen i do. Që është shtëpia jeme në rrumulloku i bypassit, të rrotulla e bypassit atje, e kanë lënë të hapur, e kanë bërë si kanalizim me tuba deri ku janë në prezencë tash. Atje e kanë lënë hap në 2 anë të bypassit, është hap, kjo është kanal që është ujë të zeza. I ta ujë vinë për të shtëpitë e bujqëve, që si ke parasysh ku janë shtëpitë e bujqëve, e deri këtu vetëm për ujë të zeza është kjo kanal i do. Këtu bllokohet komplet më. Gjatë dimrit me rashira i do, mushit i ke shtëpia i do, ton oborin i do ka pas me fekole. Kanë ardhur, mas shqetësimit tonë që kena bërë ngritjen tonë, kanë ardhur, e kanë pasur deri do. Në këtë moment, në këtë kohë që po shefti i do. Ne na kanë thonë se do ta fusim me tuba komplet, s'ka pjesë aksa këtu. Tash e kanë lënë këtu. A rrezik për infeksione? Si sa rrezik po tu bëhet po shkoja për familje sa si më kanë dal ndyshe. Ku 3-4 vjet, po 5 vjet sa çështë. Mo me orë kalon mjesi do. Se kalojnë gjatë e punë, se kalojnë ta me shamia në hunë. Tash do që la bon kujtume, thome, se po vinë e pasojnë që ka zonat e betoninave. Toni ke logje i do. Kanali ka mua zonat e betoninave do, plasin plasmasa, plasin gjana, plasin sana i tuman. Shishe, Coca-Cola, diona tjetër. Me mushit binë edhe komplet. Me pastru kanalin e me fut me tuba komplet deri në fund bëj. Deri në bypass atje. Është deri atje se shkon në pres liçe komplet. Kanali është shumë problem. Ne kena bërë kërkesa bashkisë, kanë ardhur, kanë pastru, por edhe kështu nuk lehet, a din. Kena kërkesa, kena fëmijë vegjël, kena njerëz gjana din që kalojnë këtu për ditë. E jena shumë hall me të, a din. Janë tëna halët e Shkodrës që kalojnë këtu. Infeksione, gjarpni, ças mund të ketë këtu, a din. Halemur, halës e Shkodrës tëna këtu. I kërkojmë shtetit vendorën, aman i rëndor ty nëse na s'kena mundësi privatisht me e bëha.